Ishte pak I zgjatur materiali, por ishte ngjarja që ishte një ngjarje që as në letërsinë fantastike të Amerikës Latine, të shkrimtarëve të mëdhenj, absolutisht nuk e gjeni. Nuk e gjeni. Nuk gjen tek Markesi, tek Borgesi apo tek të tjerë. Blerje pa shic. Haxhali ku? Gjithë në Shqipëri. Faleminderit. Qa dje në parlament socialistët votuan amnistinë penale me 84 vota. Një projekt ligj që në fakt kërkonte shumicë të cilësuar, por Partia Socialiste nuk e kishte çfarë detyroi të shtynte votimin dhe detyroi edhe kreun e qeverisë Edi Rama të shkonte pas shumë kohësh në kuvend, në kushtet e mungesës së Belinda Ballukut dhe Mariana Koçekut. Si e shihni situatën brenda Partisë Socialiste dhe në zërat që qarkullojnë për një flet arresti ndaj ish-zëvendës kryeministres? Faleminderit. Flet arresti për? Ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluk. Tani, amnistia është një e drejtë kushtetuese e parlamentit, e cila duhet të ushtrohet jashtë çdo abuziviteti. Edi Rama ka shtruar amnistin në një rit të përvitshëm, me të cilin ai shumë fishon kriminalitetin, me të cilin godet rënd drejtsin, amnistit bën kur çdo vit, bën periodike, gjatë periudhës që kemi qenë në pushtet, ne kemi votuar amnisti në 100 vjetorin e pavarësisë së vendit dhe 75 vjetorin e shërimit të vendit. Këto kanë qenë amnistit. Sparje. Pra ne nuk jemi kur dakord me një proces të përvitshëm. Së dyti, sa për djeni, ata sollën amandamentin, por natyrisht se ka përdinë më kur, me të cilin donin të nërpristin proceset gjyqësore. Gjë e cila kishte të qartë Lubi Ballukun e të tjerë. Ne atë nuk e pranojmë kur. Kur. Së treti, specialist tanë, ekspert tanë, dhe parlamentar tanë, edhe specialist shumë të mirë të fushës, konstatuan se ligji që kanë hartuar këta I detyron shumicën e atyre që gjoja përfitojnë të kalojnë nga gjykata e apelit. Kjo, për qëllime të mbrapshta shumë, e bën amnistin, ne ishte pika e parë që ne nuk kemi për amnistit të përvitshme. Jo, nuk kemi. Po kjo e bën amnistin, e shton në një proces gjoba universale për ata të cilët janë të dënuar. Dhe ne, kjo ishte arsyeja, ne kemi votuar një herë me ta, dhe ata në pabesi të plot, morën dhe futën edhe njerëz të cilët ishin të dënuar për korrupsion e tjerë me radhë. Na edhe ne vendosëm që nuk e votojmë atë ligj. Nuk e votuam. Kjo është. Absolutisht Edi Rama me këtë ka votuar në favor të krimit, në favor të mbështetjes fuqishme të krimit. Çdo thot ajo. Çdo vit smetet gjam për ta heqim drejtësinë fare, të bëjmë
me këshilla popullore që futu i vite, kjo është marrëzi, kjo nuk e bën asnjë shtet në botë, asnjë shtet serioz. Po ky është shtet. Qëndrim për faktin që dje protesta e qytetarëve u zhvendos para selisë së Partisë Demokratike, a gjykoni se ka një përpjekje për të sulmuar dhe defaktorizuar Partinë Demokratike? Tani,